Familja Përgjegjaj po përjeton ditë zije. Nana e këngëtarit të njohur të muzikës popullore Meda, Remzie Përgjegjaj, është ndarë nga jeta me 14 maj 2025 në moshën 69 vjeçare. Lajmi u bë ditur fillimisht nga bashkëshortja e artistit, Luljeta Përgjegjaj, përmes një postimi prekës në rrjetet sociale. Ajo publikoi një fotografi ku shihej pranë vjerrës së ndjer, duke i mbajtur dorën me dhimbje, të shoqëruar me fjalët: "Shpirti yt në lulet e xhenetit vjera jam." Mesazhi i saj shoqërohej me simbole lutjeje dhe trishtimi. Pak më vonë, edhe vetë Meda ndau një dedikim prekës për nënën që e rriti dhe mbështeti në çdo hap të jetës. "Bë më hallall nëna ime e dashur, sa shumë të kam dashur. Do të dua e do të kujtojmë përjetësisht." U shpreh ai me një dhimbje që preku zemrat e mira ndjekësve të tij. Stafi jon bashkohet me dhimbjen e këngëtarit Meda. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.